Kthehemi përsëri në bisedë që nderuar dhe tashmë do të flasim kryesisht edhe për kishën që do të ndërtohet aty në Kakariq, pra kisha e Nën Terezës. Është një vepër e cila do mendjen tuaj pasi gjithë secili ka mundësi që të japë ndihmën për të kishë të bëhet shumë më mirë se sa mendohet. Sa shkojnë shpenzimet për përfundimin e saj që njerëzit të shkojnë në mesh? Po. Ky është një investim diku te 1 milion euro, por domethënë më vonë është planifikuar që të bëhet ndoshta edhe rrethimi i gjithë kësaj hapësire, si dhe ndërtimi i kishës, i qendrës sportive që normalisht do jenë pjesë tjetër e investimit e ndarë në faza. Pak më parë më the se kjo vendi ku ndërtohet kisha varet nga komuna e Podgoricës. Po Kakariqi përgjithësi është me Podgoricën apo është me Tuzin? Në fakt një pjesë është i përket një pjesë e vogël i përket komunës Tuzit, po pjesa më e madhe, me sa kam unë informacion që përpara i përket domethënë në gjuhën malazere quhet Keo Fundina ose domethënë qendrës kadastrale të fundnave. Dhe kjo duam ne apo s'duam, kjo është e vërteta. Kështu që me sa di unë disa nga banorët kanë shkruar kërkesat që të kthehet pjesë e komunës së Tuzit, por do të shohim në vijim se çfarë do të ndodhë. Si ndihesh ti si një arkitekt i një kishe, ti dihet tashmë kishat janë jo vetëm si një institucion i rëndësishëm shpirtëror, fetar, do të thosha një nga institucionet më të rëndësishme të jetës së njeriu, por do të jesh në historinë ndërtimit të kishave, pra neve përmendim sot arkitekt shekulljve të kaluar. Si ndihesh? A ndjen atë përgjegjësinë dhe çfarë do më thuash? Në fakt ne kur fillojmë atë në vit të parë të shkollimit në arkitekturë, që të gjithë, domethënë nga profesorët na thonë që ne do mësojmë edhe projektimin e kishave, por që domethënë na thoshte një profesor, këtë po ja mësojmë sa ta keni, se këtë s'do keni fatin ta bëni kurrë. Sepse në Ballkan është ajo ideja që kisha duhet t'i projektojnë vetëm italianët, edhe faleminderit Zotit, unë kam fatin që normalisht tani më është e projektuar dhe e aprovuar nga Arqipeshkëria, si dhe nga diaspora kishim takim për këtë punë dhe ndihem shumë mirë, ndihem shumë krenar që kam fatin që emri im, po themi kështu, do të ngelet në histori për si arkitekt i kësaj kishe në malin e Kakariqit, sepse pothuajse shumica e kishave shqiptare në Malzi nuk ka një identitet pastër të një arkitektit, po është bërë me ndryshime, me shtesa e kështu me radhë. Shko ju jeni zyrtarisht i pa fejuar e kështu, po në diçka në vit do ta keni vend, ty të ndihmoft Zoti, ashtu siç punon për kishën, ashtu ta ktheft në jetën tënde, të kesh një jetë suksesshme, personale, familjare, pasi të ndërtosh një kishë Kakariq sot është një vepër e madhe, njerëzore, historike. Për ata që e gjykojnë dhe e shikojnë lëvrimin demografik të asaj zone. Vërtet. Edhe Zoti të bekoft. Faleminderit. Pas fatin e mirë edhe çojë deri në fund atë besimin e bashkëdhetarëve që të kanë besuar, ashtu si din edhe bëjmë më të mirën se ta shpërblem Zoti. Faleminderit dhe shpresojmë që do të përfundojë ashtu siç është projektuar. Këto ditëçarin e fundit po marrim që juve keni qenë arkitekt në atë zonë, pasi është dhe shumë interesante që ku nderuar është arkitekt, pra brezi i dytë i arkitektëve në Malsi, si në çdo zonë shqiptare që ndërtoheshin me iniciativën personale, familjare, pasaj fisnore, a të bëjmë shpinë. Njeri thoshtë ta shtojmë me këtu, shtojmë me që këte, por s'kishte arkitekt. Por tashme juve nga pozicioni që keni autoritetin që t'jepi një mendim profesional për pyetjen që unë do ju bëj, dhe pyetja është në 10 vjeçarin që ju keni qenë dhe jeni në punë,
Si e shikoni trendin e zhvillimit e ndërtimit të shtëpive të zonës të malësisë në përgjithësi? Është në trend në rritje dhe kryesisht në çfarë drejtime që atë? Siç e thatë edhe ju vetë, te ne është ndërtuar kështu me dorë dhe me kojshi. Domethënë shumica kemi pas shumë interesante të ceket se në Malësi ka pas shumë mjeshtra të vjetër, të cilët pa bërë kurrë shkollë, paktën sa kanë ditë e sa kanë mundur, kanë bërë ndërtimin e tyre, domethënë si e kanë bë ashtu e kemi edhe sot në shumë shtëpi, disa kanë ndërtuar mirë, normalisht janë mësuar dhe kanë qenë firma ish jugoslave ku e kanë mësuar zanatin, por është shumë interesante si ka evoluar kjo nga këta mjeshtrat e vjetër që e kanë mësuar zanatit në firma jugoslave e deri tani te projektet mallore që bëhen në Malësi dhe projektet, domethënë gjitha shtëpiat që bëhen me projekt. Pastaj kemi vitet 90-ta që shtëpitë, domethënë nëse një njeri e punon të një projekt, sepse kishte mundësi, se në atë kohë projekti ishte tabu akoma, ndërtoi një shtëpi, pasi që ndërtoi ajo shtëpi, ndërtoheshin edhe 10 fiks të njëjtat. Merrej shkonte ai mjeshtri autokton, edhe i shifte ato pozicionet, i bënte masat dhe bënte prapë të njëjtën. Faleminderit Zotit, tani punohet me projekt, domethënë po thuaj se çdo shtëpi e re në Malësi bëhet me projekt. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, është edhe domethënë një kulturë e re që ka ardhur tek ne, që çdo gjë, çdo pile aq më shumë është shumë interesante se tek ne në Malësi, gjithsesi si në vende tjera në Malëzi dhe në ish Jugosllavi, në Shqipëri, domethënë në ish Jugosllavi dhe në Shqipëri, tani më punohen edhe interioret, pjesët e brendshme me projekte. Domethënë po ti kishe thënë dikuj para, po themi 15 vjetëve, kjo do ishte një tabu, por kështu ka ardhur koha që çdo gjë që zbatohet, çdo objekt që ndërtohet bëhet me projekt, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kështu mendoj që mund të ecim përpara, sepse normalisht duke pasur çdo gjë të projektuar, kështu bëhet edhe legalizimi më i kollajshëm i objekteve, kështu bëhen edhe master planet më të mira, kështu bëhen edhe projektet mallore të shtetit, dhe kështu kemi infrastrukturë më të mirë në shtet dhe kuptohet aq më mirë në Malësi që është edhe vendi jonë. Para se të ju pyes cila është agjenda që juve keni udhëtuar nga Malësia për këtu Shtetet Bashkuara të Amerikës, qëllimi i kësaj vizite, ju lutem mund të shpjegosh për shikuesit, ja kamera edhe një herë për juve, çfarë shërbimesh bën kompania juaj, që ta dëgjojnë shqiptarët edhe po kanë nevojë t'ju kontaktojnë, edhe numrin e telefonit e keni poshtë me informacionet që ju keni. Pak më parë, domethënë ne bëjmë projektin komplet të një shtëpie, domethënë jemi firmë e licencuar, nëse një vendi që keni zgjedhur ju për të ndërtuar një shtëpi ka nevojë për licencë, ne i kemi gjitha licencat për projektimin dhe për zbatimin e projektit që ju do pranoni. Domethënë mund të bëjmë projektin dhe përfundimin e punimeve me çelësandor për shtëpinë tuaj, për objektin tuaj, i çfarë do lloji qoftë ai. Dhe nga e para, po dhe riparime? Po, normalisht bëjmë bile kohët e fundit bëjmë edhe më shumë riparime në pjesët tjera, në qytetet tjera të Malit të Zi, në Herceg-Novin, në Podgoricë, në Kotor dhe në qytetet tjera. Dhe kjo është bile puna edhe më e bukur, është pak më e vështirë, por riparimi për ne është pika jonë, themi kështu me dobet, dhe ne duam që çdo herë ju të jeni të kënaqur. Me shpresë që shikuesit ju dëgjuan gjithë këto informacione sonë së bashku, sigurisht një pjesë të informacionit se fusha e arkitekturës është e gjerë, por unë të falenderoj, edhe në emrin e tyre, se ata se kanë mundësinë, po më besojnë mua të falenderoj. Dhe pyetja që pak më parë unë e ceka është qëllimi i vizitës dhe si u shkoi agjenda e takimeve këtu. Po, qëllimi i vizitës në Michigan ka qenë pikërisht kisha e Nën Terezës në malin e Kakarriqit. Kemi pasur një takim për ndërtimin e kishës në malin e Kakarriqit me diasporën, sepse kam fatin që unë t'jem një nga konkurentët
për ndërtimin e kishës, dhe kështu kjo ishte pjesë e vizitës time në Amerikë, si dhe domethënë normalisht vizita e familjes që kemi këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po mirë, me të rast, me qënë se këde biznes, qa do ju thua shikuesve diasporë, pasi ju keni dhe një anë tjetër pozitive, veç këtyre që folëm për biznesin, për këto problemet e tjera, për ndërtimin e kishës, të gjitha ata që jetojnë atje në vendlindje janë shumë të mirë se ne që jetojnë në emigracion. Edhe për këtë unë të gjithë i falenderoj dhe ty të falenderoj që një intelektual që ti mund të shkosh ku duash sepse ke bërë universitetin dhe ju keni zgjedhur të rini në Malsi. Unë do i thoja diasporës, sepse duke shëtitur e shoh që pothuajse shumica i kanë shtëpitë e mira dhe janë, faleminderit Zotit, mirë ekonomikisht, do ju thoja që ta mendojnë edhe që investimet t'i bëjnë edhe në Malsi, sepse mendoj që tani me Malsia në këtë moment zhvillimi, ka nevojë edhe zhvillime të tjera, ka nevojë edhe për njerëz tjerë të cilët janë nga vendi i tyre, kështu që përveç asaj kërkesës që normalisht do themi që të kthehen, por që e dim se është e vështirë, do themi një të vërtet që jemi shumë krenar ne atje që jemi me diasporën, bile kur kemi bërë këtë takim duke i dëgjuar gjithë sa vullnet kanë që të ndihmojnë për kishën, dikush $50,000, dikush $5,000, është shumë interesant me sa vrull e me sa zotësi mundohen që t'japin ndihma jo vetëm për kisha, po për xhamia, për objekte tjera të kultit, për shkolla e tjera. Kështu që një falënderim të madh duhet t'i thuhet diasporës, jo vetëm tani, por në 50 vjeçarin e fundit, aq sa këta rrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Arkitekt Antoni, të falenderoj shumë për prezencën tuaj këtu në studio. Jeni ju një vlerë e shtuar në arkivin tonë, me shpresë që të shikojmë përsëri, pse jo edhe në Tuzë, të shikojmë aty në zyrën tuaj. Shikues nderuar, mirupafshim në emisionin e radhës Malsi e Madhe për dhe mbethesar. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë dhe ju falenderoj për ftesën.